gjatë ditës së sotme të fillojmë me numrimin e fletë votimeve që i takojnë votimit me kusht të përfundoj gjatë kësaj jave. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve po vazhdojnë të numërohen fletë votimet që kanë ardhur me post për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit të 2025. Mbi 85% e atyre që janë tërheqë deri tash janë numëruar, derisa gjatë ditës së 5 janarit pritet tërheqja edhe disa fletë votimeve të tjera, por që nuk dihet saktë se sa mund të jenë ato. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë se KQZ planifikon që të fillojë numrimi i votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta gjatë ditës së sotme dhe se mund të tekalohet parashikimi i datës që ka qenë data 19 janar për shpalljen e rezultateve përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Deri më tash nga këto rezultate që kanë dalë nga zgjedhjet, pritet që lëvizja vendosje si e para e cila ka marrë mbi 50% të votave të ketë 56 deputet, Partia Demokratike e Kosovës të ketë 23 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 15, kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës të ketë 6 deputet. Procesi tërheqjes së pakove me fletë votime nga kutit postare jashtë vendit përmbyllet sot më datë 5 janar. Të gjitha këto pako me fletë votime, pasi të arrijnë në Kosovë, do t'i nënshtrohen vlerësimit apo verifikimit dhe ato që do të aprovohen do të përfshihen në numrim. Gjithashtu, gjatë ditës së sotme, po planifikojmë dhe po bëjmë përpjekje që të fillojmë me numrimin e fletë votimeve që i takojnë votimit me kusht dhe fletë votimeve nga votimi personave me nevoja të veçanta. Sipas të dhënave preliminare, nga 57 vendvotime ku është mundësuar votimi me kusht në 38 komunat të vendit, në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht, ndërkaq numri votuesve të regjistruar në programin e votimit të personave me nevoja të veçanta ka qenë 2860. Të gjitha përpjekjet e KQZ-s janë që numrimi i fletë votimeve të mbetura, pra nga votimi jashtë Kosovës përmes postës, i fletë votimeve nga votimi me kusht dhe i fletë votimeve nga votimi persona me nevoja të veçanta të përfundoj gjatë kësaj jave. Fillimisht, pra, pasi të shpallën rezultatet e zgjedhjeve, subjektet politike dhe kandidatët kanë të drejtën e tyre që të paraqisin ankesat në rezultatet që i shpall KQZ. Ne, si KQZ, do të presim vendimarrjen e BZAP-it, eventualisht të Gjykatës Supreme, të zbatojnë vendimet që dalin, pra nëse obligojnë ato vendime KQZ-n, dhe pastaj të procedojnë me certifikimin e rezultatit dhe përmbylljen e procesit zgjedhor.